Horoskopi ditor, e enjte, 30 prill 2026. Dashi. Ndërkohë që jeni të përmbajtur deri diku, mendja juaj është e zënë sot, i dashur dash. Mund të lidheni me dikë që ndan një interes ose me të cilin ndjeni rehat duke komunikuar interesat dhe idetë tuaja të preferuara. Negocimi, ndërmjetësimi ose udhëheqja dhe udhëzimi i të tjerëve në një temë të caktuar mund të jenë në fokus. Tranzitet e sotme dhe të nesërme nxisin ide veçanërisht krijuese, unike dhe të dobishme. Ju dëshironi të çliroheni nga idetë dhe qëndrimet që ju kanë kufizuar në të kaluarën dhe të dalloheni nga të tjerët, duke zbuluar se çfarë ju bën të veçantë. Njerëzit kanë tendencë t'ju shohin përmendjen ose pikpamjen tuaj unike tani, po ndiqni rrugën tuaj. Është një kohë potencialisht e shkëlqyer për të sqaruar problemet ose të paktën për të kuptuar më mirë se si t'i zgjidhni ato. Demi. Dikush mund të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në vetdijen tuaj personale sot, i dashur dem, dhe ju gjithashtu mund të jeni duke i ndihmuar të tjerët të zbulojnë gjëra të rëndësishme për veten e tyre. Më shumë besim dhe besim mund të zhvillohet përmes ndërveprimeve tuaja tani, dhe kjo ndihet mirë. Është gjithashtu një kohë për të bërë një inventar të ndjenjave tuaja, për të adoptuar një qasje të re për të kuptuar një situatë të ndërlikuar ose për të luajtur një rol mbështetës për të tjerët. Mund të jeni duke u hapur për një çështje personale, ose mund të jeni duke dëgjuar zbulimin e madh të dikujt tjetër. Sidoqoftë, një mendje e hapur ndihmon. Shkarkimi i një bare mendore mund të ketë një rol të fortë tani. Binjakët. Sot është një kohë e shkëlqyer për lidhje me të tjerët, të dashur binjak, dhe gjithashtu për kënaqësi personale. Po dukeni mjaft mirë dhe të tjerët po nxjerrin në pah më të mirën tuaj. Nëse ka një marrëdhënie që ka nevojë për kujdes shtesë, kjo mund të jetë një kohë e mirë për t'i kushtuar vëmendjen që meriton. Ndërsa sot është e mirë për të sjellë më shumë element krijues në atë që bëni, mund të jeni në një vend të shkëlqyer për të marrë informacionin që ju nevojitet ose fjalët perfekte inkurajuese. Një atmosferë e këndshme dhe e hapur me miq mund të ketë një ndikim të fortë, edhe nëse ka ndonjë trazir të përfshirë. Nxjerrja e gjërave në pah mund të jetë paksa e çrregullt, por në fund të fundit e dobishme dhe madje shëruese. Bisedat mund të jenë zbuluese, veçanërisht të sinqerta dhe interesante. Nëse ka pasur mosmarrëveshje me një mik, kjo është një kohë e shkëlqyer për t'i kapërcyer ato. Gaforja. Energjia që të bën të ndihesh mirë është me ty sot, i dashur gafore. Ndihesh se mund të arrish më shumë nga ato që dëshiron të bësh, ndërkohë që ngrihesh mbi disa nga shqetësimet që të kanë penguar së fundmi. Kjo mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të mësuar nga të tjerët dhe për të mësuar diçka gjithashtu. Intuita jote rrit ndjenjen tënde të biznesit dhe dëshira për t'u përmirësuar, për t'u rritur dhe për të mësuar është e fortë dhe në rritje sot dhe nesër. Fokusi duhet të jetë në përforcimin pozitiv tani. Mund të synosh të shfrytëzosh plotësisht çdo mundësi që të lind për të kuptuar veten dhe vendin tënd në botë. Ke shumë për të fituar duke dëgjuar dhe vëzhguar. Në të njëjtën kohë, ka të ngjarë të kesh diçka të vlefshme dhe të mençur për të ofruar të tjerëve. Në shumë mënyra, po kthen një faqe të re kur bëhet fjalë për komunikim më të hapur. Luani. Sot dhe nesër mund të gjesh më shumë vlerë në lidhjet që krijon, i dashur Luan, dhe kjo rezultohet në mënyra të lumtura në atë që po bën tani. Ti dëshiron të bësh përparim tani dhe kapërcimi një pengese mendore ose zone problematike duket rruga më e mirë. Mund të ketë një fokus në vënien në lëvizje të ideve ose komunikimin për të lënë pas një çështje. Njerëzit janë të ndjeshëm sot dhe nesër, si në mënyra të dhëmshura ashtu edhe prekse, dhe në shkallë të ndryshme. Synohu të shprehesh me më shumë dhëmshuri dhe kujdes për rezultatet më të mira tani, duke u siguruar që të tjerët të kuptojnë qëllimet pas fjalëve të tua. Mund të ketë mundësi për të mësuar që të çojmë përpara, ose një ndjenjë çlirimi në një nivel mendor. Virgjëresha. Virgjëresha e dashur, përpjekjet në biznes janë veçanërisht të favorizuara, ashtu si edhe rrjedhëzimi. Keni energji të mirë për lidhje emocionale dhe punën që bëhet për t'i bërë marrëdhënie të shëndetshme dhe të kënaqshme. Kapaciteti juaj për arritje është i shkëlqyer dhe mund të zbuloni se rrethanat duket se po përshtaten në një mënyrë të tillë që të jeni në gjendje të performoni në kulmin tuaj. Kjo është një kohë e mirë për të shqyrtuar qëllimet dhe idetë tuaja dhe për të vendosur se cilat janë më të arritshmet ose të arsyeshme. Është një kohë e fuqishme për të fituar një pasqyrë të re të ndjenjave dhe marrëdhënieve tuaja.
Instinktet tuaja për kërkim janë të sakta dhe ju tërheqni vëmendjen drejt informacionit që ju nevojitet më natyrshëm. Mendimi më i thellë është gjithashtu i favorizuar. Mund të shijoni plotësisht të ndiqni rrugën tuaj me mendimet dhe idetë tuaja, dhe të tjerët mund ta vlerësojnë qasjen tuaj çuditërisht të pazakon dhe unike për të kuptuar motivimet. Depërtimi juaj mund të bëjë përshtypje dhe të ndihmojë dikë. Peshorja. Lidhjet me fat janë të mundshme sot, të dashur peshore, dhe ndiheni shumë optimist. Është një kohë e këndshme dhe plot mundësi për të mësuar, botuar, zgjeruar një projekt ose për të ndryshuar një fushë të jetës suaj që ka nevojë për vëmendje të veçantë. Jini të sigurt dhe të gatshëm të zgjeroheni. Tani mund të ndjeni një thirrje drejt një teme të caktuar dhe mund të gjeni veten në rolin e një ndërmjetësi. Dëshira për të rritur dhe për të pjekur përmes përvojave të marrëdhënieve është gjithashtu e fortë tani dhe ju përfitoni nga ky qëndrim. Ekziston një frymë e gatshme për të mësuar nga dhe përmes njëri tjetrit, dhe bisedat mund të jenë veçanërisht të hapura dhe zbuluese, ndoshta pak sa shumë, por në fund të fundit të dobishme. Mund të keni mundësinë të zgjidhni një problem me dikë. Zgjidhja e problemeve është një temë. Akrepi. Mund të përjetoni dëshira më të thella dhe një nevojë për një lidhje më të fortë me dikë të veçantë ose një projekt të thelluar, i dashur akrep. Mund të zbuloni se si të kontrolloni një pjesë të vetes që më parë ju kontrollonte, dhe kjo mund t'ju rrisë vetbesimin. Hapja ndaj të tjerëve në një farë mënyre fton më shumë mundësi në jetën tuaj. Është një kohë e mirë për të gjetur mënyra të reja për të shëruar, për të përmirësuar shëndetin tuaj ose për të bërë punën tuaj. Mund të jeni duke zbuluar informacione ose duke zgjidhur një problem që hap rrugën për fillime të reja. Të shohësh modele vjen më lehtë, duke ju ndihmuar të bashkoni copat. Mundohuni të mos ecni përpara me një ide të re shumë shpejt, por synoni të mësoni çfarëdo që mundeni sot. Të përhapeni shumë dobët nuk ka gjasa të jetë e mirë ose e suksesshme për ju në këtë moment. Të menduarit jashtë kornizave, të ndjekurit e instinkteve tuaja ose të ndihmuarit ose udhëzimi i të tjerëve vjen natyrshëm për ju. Shigjetari. Lidhjet me të tjerët mund të jenë veçanërisht të dobishme sot dhe nesër, i dashur shigjetar. Partneritetet dhe marrëdhëniet e ngushta mund të jenë të këndshme dhe të begata, edhe pse pak të komplikuara. Kjo nuk është një kohë kur jeni të prirur të dëshironi të veproni vetëm, dhe në fakt, kontributi i të tjerëve mund të jetë konstruktiv. Ka më shumë bujari dhe një frymë vullneti të mirë në ndërveprimet tuaja, gjë që mund të jetë veçanërisht e këndshme. Sot dhe nesër janë potencialisht të forta për komunikime të veçanta. Mund të ketë çlirim katartik përmes një ndjekjeje krijuese ose një bisede kuptimplote me dikë që ju intereson. Komunikimet dhe mendimet përqendrohen në shërimin, zgjidhjen e problemeve dhe pamjen e përgjithshme, megjithse ato sigurisht që mund të hyjnë në territor të ndërlikuar sot. Ju po ndiqni rrugën tuaj kur bëhet fjalë për ide se si t'i qaseni më mirë çështjeve që lidhen me romancën, argëtimin, artin dhe fëmijët, dhe mund të përfitoni shumë nga kjo. Bricjapi. Sot dhe nesër janë veçanërisht të forta për t'u lënë pas, në mënyrë që të mund ta vlerësoni më plotësisht të mirën në jetën tuaj, i dashur bricjap. Je në një pozicion të mirë për të çliruar pakënaqësinë ose ndjenjat negative, në mënyrë që të kalosh një vend të bllokuar emocionalisht. Mund të ndihesh jashtëzakonisht bujar tani. Tërheqja e dashurisë ose admiruesve është shumë e mundshme, dhe kjo mund të përfshijë punën që bën ose shërbimet që ofron. Është një kohë e mirë për të bërë diçka të vogël shtesë për të tjerët ose për të kapërcyer çdo dallim që mund të kesh pasur në punë ose me njerëzit me të cilët ndan aktivitetet e përditshme. Mund të ndihesh veçanërisht i përkushtuar ndaj të dashurve të tu ose jetës në shtëpi tani, dhe mund të ndodhin biseda të rëndësishme ose mendime dhe njohuri të thella, veçanërisht në lidhje me shtëpinë, familjen dhe të kaluarën tënde personale. Zgjidhja e konflikteve ose zgjidhja e problemeve mund të ketë një ndikim të fortë. Në fakt, stresi mund të zvogëlohet ndërsa e sheh pamjen e përgjithshme. Do të mësosh shumë përmes komunikimit të hapur dhe të ndershëm tani. Ujori. Kushtet dhe njerëzit në jetën tuaj duket se mbështesin përpjekjet tuaja sot, i dashur ujor, ose të paktën ju lejojnë kënaqësinë të vazhdoni të bëni atë që doni të bëni pa faj ose shpërqendrim. Kjo është gjithashtu një kohë e bukur për të arritur marrëveshje të drejta dhe për të nxitur bashkëpunimin. Shpirti juaj është bujar tani dhe dëshira juaj për të qenë më i miri që mund të jeni është në lulëzim të plotë. Kërkoni mënyra për të lehtësuar stresin.
Ju përfitoni nga të parit e gjërave nga një perspektivë më e gjerë sot dhe të parit të një problemi në tërësi ju ndihmon të nxirrni përfundime dhe të ecni përpara. Mund të ketë një moment ndriçues në të cilin pjesët e enigmës duket se bashkohen dhe ju e shihni një çështje më qartë. Bisedat zbuluese mund t'ju hapin zemrën. Peshqit. Energjitë sot janë të forta për një frymë të përgjithshme bashkëpunimi, të dashur peshq. Ndërveprimet janë të dobishme dhe mbështetëse reciproke. Është e lehtë të lidheni me njerëz që ndajnë interesa ose ide të ngjashme. Të shihni të dyja anët e historisë dhe t'u jepni të tjerëve përfitimin e dyshimit janë në zemër të kësaj. Është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të zgjidhur problemet ose për të rritur kuptimin tuaj për një situatë dhe është shpërblyese. Mund të shihoni një depërtim të veçantë në situatën tuaj financiare dhe qëllimet praktike ndërsa I shikoni këto gjëra ndryshe, duke ju afruar problemeve në mënyrë holistike. Mund të keni këshilla jashtëzakonisht të veçanta dhe të vlefshme për të ofruar, dhe jeni në një humor fleksibël dhe të gjallë. Është një kohë për të hartuar plane dhe ide afatgjata. Mendimi krijues luan një rol të fortë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.